Kemi pra temperaturat në Kosovë, ku në Mitrovicë kemi 11 gradë Celsius, në Pej është 12 gradë Celsius dhe në Gjakov 13 gradë Celsius, në Prizren 13 gjithashtu, në Feriza 11 gradë Celsius dhe në Gjilan 11 gradë Celsius, ndërka që Prishtina dhe apo kryeqyteti mbetet vende me temperaturat më të ulta, sa i përket vendeve të tjera ku bëhet fjalë për vetëm 9 gradë Celsius, ndërka që nëse ndjekim temperaturat për vendet e tjera dhe shohim që kemi edhe minimalet realisht tek këto. Në Mitrovicë temperaturat minimale kemi -2 gradë Celsius, në Prishtinë kemi -2 gradë Celsius, në Gjilan -1 gradë Celsius, në Ferizaj -1 gradë Celsius, në Prizren 3 gradë Celsius, në Gjakov 4 gradë Celsius dhe në Pej 2 gradë Celsius. Këto janë temperaturat minimale dhe ato maksimale që përmenda dhe më herët parashihet të jenë në Gjakov dhe në Prizren. Ndërka që sa i përket modët të qëtë ne përgjithsisht e pame dhe këto, ishte një më të ashtu ngrët, por jo me diell. Dhe ne jemi mësu që pa qenë diell nuk na bind ashtu shumë që është goxha ngrët. Por që ndjekim temperaturat në Shqipëri se si janë dhe me aq sa shohim edhe në Shqipëri kemi një mod të ngrët, ashtu si që e kemi përmendur edhe ditëve të mëhershme. Bëhet fjalë për në vendet më të ngrëta ku është Vlora, e cila ka pra 20 gradë Celsius dhe minimalja parashihet të jetë 12 gradë Celsius, ndërka që në Shkodër maksimalja 16, ndërka që minimalja 8 gradë Celsius. Në Koks kemi temperaturën maksimale 12 gradë Celsius, ndërka që atë minimale 2 gradë Celsius. Në Lezhë është 16 gradë Celsius temperatura maksimale, ndërka që 9 gradë Celsius temperatura minimale. Në Dibër 18 është maksimalja, ndërka që 6 gradë është minimalja. Në Dorës bëhet fjalë për 20 gradë temperatura maksimale, ndërka që 12 gradë Celsius temperatura minimale. Në Tiranë 13 gradë Celsius është temperatura maksimale, ndërka që 6 gradë Celsius temperatura minimale. Në Elbasan 20 gradë kemi temperaturën maksimale, ndërka që 9 atë minimale. Në Vlorë 20 është maksimale, që brenda dhe më herët, pra dhe 12 është minimalja, dhe në Korçë është 18 maksimalja, e 6 është minimalja. Në Gjirokastër 17 kemi temperaturën maksimale, ndërka që 4 gradë temperaturën minimale. Në Sarandë 17 gradë është temperatura maksimale dhe 7 gradë temperatura minimale. Këto janë pra temperaturat sa i përket Shqipërisë dhe pse jo, pra një vend i mirë që mund ta vizitoni edhe në vikend për të qëndruar edhe për të shijuar pak edhe këto temperaturat e ngrëta dhe pse jo të përgjigjen ndonjë vend më bregdetar, më të ngrëtë, bëj fjalë për Durrësin, për Vlorën, kemi temperatura më të ngrëta. Dhe mund ta shijojmë edhe këtë më ta shfrytëzojmë për të pushuar pak nga këto puna e përditshme. Nëse nisim tek Maqedonia e Veriut, kemi disa temperatura të ngjashme ashtu si me Kosovën, bëhet fjalë për temperatura jo shumë të larta, flas për përgjithsisht nëse ndalim me pa, por që në Tetovë kemi 3 gradë temperaturën minimale, ndërka 16 gradë temperaturën maksimale. Në Kumanov 24 gradë kemi temperaturën maksimale, ndërka 6 gradë temperaturën minimale. Në Strug kemi 11 temperaturën maksimale dhe 2 gradë temperaturën minimale. Ndërka që në Gostivar kemi 23 gradë temperaturën maksimale dhe 8 gradë temperaturën minimale. Në Shkup është 25 temperatura maksimale dhe 7 gradë temperatura minimale. Vazhdojmë me pjesën tjetër, ku do të shohim vetë qytetet në vendet të ndryshme të botës, se si janë me temperatura dhe shohim që në Dublin do të kemi temperaturën maksimale 9 gradë Celsius, ndërka që atë minimale 5 gradë Celsius. Në Londër 8 gradë do të jetë maksimalja dhe 2 minimalja. Në Berlin do të jetë 9 gradë maksimalja dhe -1 minimalja. Në Bruxelles do të jetë 9 gradë temperatura maksimale, ndërka që 3 gradë minimalja. Në Varshavë është 9 gradë temperatura maksimale dhe -3 minimalja. Ndërka që në Paris është 7 maksimalja dhe 3 minimalja, në Vjenë 6 maksimalja dhe 5 minimalja,
në Gjenevë kemi 7 gradë Celsius maksimalen dhe 2 gradë Celsius minimalen. Në Zagreb është 13 gradë maksimalja dhe 7 gradë minimalja. Në Rom 19 gradë kemi maksimalen, ndërkaq 10 gradë minimalen. Në Prishtinë është 9 gradë maksimalja dhe -2 minimalja. Siç e përmendëm pa Prishtinën, Shkupin dhe Tiranën, kemi temperatura të ndryshme, por Prishtina mbetet nga këto 3 kryeqytete më e ftohta, ashtu po i themi. Në Athinë kemi 25 maksimalen dhe 15 minimalen. Ndërkaq në Madrid 11 është maksimalja dhe 3 gradë është minimalja. Dhe sa po shohim, pra këto temperaturat vazhdojnë të jenë të ndryshme, por siç duket po vrejet që jemi duke shkuar nga vera dhe moti po nxehet, ashtu po i themi. Nuk po kemi më probleme me temperaturat dhe siç duket po ikim të ftohtit përgjithsisht nga këto zhvillimet që po ka lidhur me motin, pra po shkojnë duke u ngrohur. Dhe shkak që nëse ndjekim temperaturat për 3 ditët në vazhdim, nëse mund të shohim dhe se si duhet të planifikojmë pushimet tona, mund të shkojmë diku apo jo për t'i shfrytzuar këto ditë, ndonse është ditë e javës, dhe megjithëse aq sa na duhet është për të marrë më shumë vullnet për të ardhur në punë. Mu për vetë kam potencuar disa herë që më dikon goxha shumë moti, aq më shumë kur është moti i mirë. Kemi pra me 18 mars që pritet të jetë 3 gradë Celsius maksimalja dhe -3 minimalja, ndërkaq me 19 mars 7 gradë do të jetë maksimalja dhe -4 minimalja, dhe me 20 mars 11 maksimalja dhe -3 do të jetë minimalja. Pra këto do të jenë edhe temperaturat e parapara për ditët në vazhdim. Dhe siç duket, temperaturat do shkojnë duke u ngritur dhe do të kemi më të ngrohtë. Ndërkaq, përveç motit, sot që përmenda para se me diskutu lidhur me zhvillimet që ka pasur në Maqedoni të Veriut pas një zjarri që përfshiu një diskotekë atje dhe mori 10 jetë ku pastaj ishin edhe